E dashura ime, kanë kaluar tashmë 11 vite që kur jemi bashk, vite të mbushura me dashuri, kujtime, sfida e fitore. Sot ndjej nevojën të falenderoj nga zemra për gjithçka që ke bërë për mua dhe për familjen tonë. Me lindjen e Diorës, jeta jonë mori dritë. Ishte një kohë e mbushur me ëndra dhe shpresë, si një botë e re që sapo po hapej për ne. Pastaj erdhi Dart, djalë i vogël dhe i çmuar. Dhe bashkë me të, një sfidë që nuk e kishim pritur. Sëmundja e tij gjenetike tronditi thellë jetën tonë dhe na përballi me një realitet krejt tjetër. All this time you have been on my mind. Por në të gjitha të stuhi, ti qëndrove si shkëmb, e fortë, e duruar, e pa lëkundur. Nuk ka fjalë të mjaftueshme për të përshkruar forcën dhe dashurinë që ke treguar çdo ditë. Ti je arsyeja që ne kemi ecur përpara. Je zemra e kësaj familje dhe drita në ditët tona më të errta. Unë e di që rrugës kam gabuar, ndoshta më shumë se një herë, por sot duhet ta them me zë të lartë. Nëse ti dëshiron që unë të jem pranë teje, unë do jem aty për jetë, në të mirë dhe në të keq, me gjithë zemrën time. Nuk ka vend tjetër ku do doja të isha përveç se pranë teje dhe pranë fëmijëve tan, Diorës dhe Dartit. Të dua më shumë se sa mund ta shprehin fjalët dhe faleminderit që je ti. My best friend holding my hand.